Shqiptarët përdorin plumbat në vend të fjalëve. Kështu ka ndodhur historikisht dhe ende vazhdon e njëjta traditë mesjetare. Aktori Tagim Shuke i bën një atentat. Ishte viti 92, ngjarja s'u zbardh asnjëherë, as emri i vrasit. Pretendonim se kishte ardhur demokracia. Regjimi komunist ndroi pamje, e ktheu xhaketën në anën tjetër, ndërsa brendia mbeti e njëjtë. Agimi jetoi edhe disa ditë pas atentatit. E dërguan me urgjencë në një spital të Romës, në Itali. Ishte 50 vjeçar. Doli nga koma, por nuk mbijetoi. Ai pyeti njeri si ngjau. Si ishte mundur që shtetyren prej vitesh nuk ka marrë masa për zbardhjen e këtij krimi? Agim Shuke duhet ta ketë parë ose ditur diçka se kush e bëri. Shtypi kohës shkroi për ngjarjen, ndërsa prokuroria bënte gjumin e thellë. Pikërisht në vitin 92 është protestuar me arkivolin në krah para Ministrisë së Rendit për zbulimin e atentatorit. Agim Shuke nuk i kishte bërë askujt keq në këtë botë. Madje ishte i natyre butë dhe mjaft zemërgjër, punëtor dhe i talentuar. Çfarë kërkonte vrasësi prej tij? Tema i është referuar Koha jonë dhe ka sjellë rrëfimin e autores Elvira Diamanti. Mësoni të vërtetat që si keni ditur. Ja çfarë thot ajo. Agim Shuken e kam pasur pedagog në vitet e fundit të studimeve të mia në Akademinë e Lartë të Arteve. Me të kam punuar për filmi Shi në plazh, ku ai luante edhe rolin e Zenos, një beqari në moshë të shtyrë. Ka dialogje të paharruara me 3 aktorë të shquar, Robert Ndërnikën, Albert Vërrin dhe Viktor Zhusti. Ka krijuar një karakter unik të personazhit që nuk harrohet lehtë. Të punoje me Agim Shuken ishte një komoditet mjaft i madh, sepse ai shquhej nga i butësia e karakterit. Kjo ishte edhe mënyra e komunikimit tim me studentët. Ishte shumë serioz dhe kërkues si artist, por komunikonte me dashuri dhe respekt me të gjithë. Më vjen keq që ai iku në kulmin e arritjeve të tij. Ishte talent. Në kulmin e realizimeve filmike e skenike të një pasnjëshme, ai u nda nga jeta, prej një dore kriminale që edhe sot mbetet mister. Unë nuk isha në Shqipëri në atë kohë. Dëgjova shumë vonë se ka ndodhur një vrasje të mërshme dhe kur e dëgjova jam shokuar. E kam marrë vesh lajmin pas 2 apo 3 vjetësh, duke mësova dot se si ngjau. Dhe në atë çast që mësova nuk doja të dija më, përveç asaj ndjenjes së një jete që ula për gjysmë, që mungonte, sepse 50 vjeç do të thotë jesh shumë i ri. Nuk jepte dot njeri asnjë shpjegim, mbeti mister. Gimin natyrisht që e kam njohur si një artist, siç mund të njohin edhe të gjithë njerëzit. Për mua ishte një aktor mjaft i ngrohtë me karakter. Ai ka luajtur shumë role, se ishte një aktor shumë i mirë. Me Gimin kam kontaktuar kur për herë të parë u krijua një përvojë e re te trupa e Akademisë së Arteve, ku merrnin pjesë pedagog dhe student. Unë atë kohë kam qenë studente në vitin e fundit, edhe Gim Shukja ka qenë pedagog. Ai ishte një aktor shumë komod dhe një pedagog shumë i mirë, por ato distancat e autoritetit me të cilat do t'ishte pamundur që t'i interpretoje. Ishte nga këta aktor që do t'jepte shumë më shumë skenës dhe ekranit. Më vjen keq që mungon. Te komedia Shi në plazh ishin disa artistë të mirë. Teodor Laço bëri skenari. Përveç profesor Gimit ka ndikuar profesor Birçja, profesor Viktor Zhusti, profesor Robert Ndërnika. Komedia e Teodor Laços për mua është një komedi shumë e mirë dhe që të gjitha bashkë bën që unë me Gimin të kem një rol që rritë të natyrshëm. Kritika e kohës dhe publiku e priti mjaft mirë, mjaft ngrohtë, por ajo çka mbaj mend është një punë intensive me profesor Gimin, ditën e pas ditën, që nga prova e parë në finale. Kur pash një rol të realizuar mjaft mirë, ai punonte me këmbgulje për të arritur atë që arrinte. Agimi hyn tek aktorët e realizuar plotësisht dhe është normale që ajo çfarë pasqyrohet si jashtëmi vjen së brendshmi. Unë nuk kam qenë gjatë gjithë kohës e lidhur me të që të tregojmë shumë, por duhet dim se pa të brendinë e pasur të botës shpirtërore dhe të mendjes tij, nuk do të ishin gjithë ato role të mrekullueshme. Pra ai ishte i mrekullueshme dhe si njeri. Edhe gazetari Shkëlqimagu ndante të njëjtat mendime. Sipas tij, me Agimin jemi lindur e rritur në një lagje. Nëna e tij, Kristina, i ka rritur me mundime 2 djem që mbetën jetim pas vdekjes së tatit. Sot në Kuçov janë ende gjurmë të shtëpisë së tij të rënuar. Por më besoni, aty çdo vit çelin 2 zambak. 2 djem kishte kjo familje. Dora e Zotit bën çuditëra. Agim Shuke binte nga një familje mirë, iku herët nga Kuçova. Ndërsa mbon lidhja ime me Agim Shuken ishte si çdo shqiptari që ka lidhje me artin. Profesioni im është gazetar lokal dhe jam autor i një monografie që kam kushtuar para ca vitesh, kur ai ishte në Kuçovë, në vendindje. Ne si bashkëqytetar vendosëm t'i dedikonim një monografi të thjeshtë. Lidhja ime u bë më fort me të, sepse unë i kushtova monografin atij si djali Kuçovës.
ku ai mori titullin artisti merituar. Kjo mbërritje t'jem më i lidhur. Kam zgjedhur për librin pjesë intime të jetës tij private dhe familjare dhe asaj të artit që ai ka bërë. Monografinë e kanë blerë menjëherë, e kanë preferuar e pëlqyer të gjithë. Nuk u mendua se një monografi e thjesht do të ishte aq e shitur, sa të mos gjysh do të sot një kopje. Libri u shit nga dashuria që kishte publiku për Agim Shukën. Mua mu deshën 2 vjet që të mblidhja materiale, për të pasqyruar jetën dhe veprën e tij. Sa më saktë, më vjen keq që se gjeta në treg një kopje që t'u ndaja gazetave në këtë përvjetor. Krimi që ndodhi ndaj tij është tronditës, si për gjithë tjerët edhe për qytetarët e Kuçovës, për moshatarët, bashkëmoshatarët e tij. Edhe sot e kësaj dite ndihemi të shokuar. Pse duhet ndodhte? Në fakt, nga të 4 pistat e hetimit që u shpallën, asnjëra nuk u vërtetua. Nga këto 4 faktikisht një 2 janë private, familjare. Një 2 u thanë për shkak detyrës. Ai ishte pedagog në Institut me Lartarte dhe në atë kohë. Dhe u ngrit një alibi se do të jetë ndonjë hakmarrje për ndonjë punë note. Por mua kjo nuk më mbush mendjen, sepse ai ishte një pedagog i dashur. Nuk di ç'të them. Asnjë pis nuk u vërtetua. Dërsa brenda familjes ata kanë gjykuar historinë e divorcit. Në atë kohë nuk ishin konstituar ligjet mbi drejtat e detyrimet e çiftit pas divorcit, siç është problemi edhe sot e kësaj dite. Kanë pasur një problem, thoshte, me linjën familjare, sepse ka qenë i divorcuar më parë. Për shtetin shqiptar, në fakt, ç'të them, ai shkoi në Rom me lejen e tij, por edhe me përpjekje të bëri familja për ta çuar në Itali. Ishte bërë një shërbim permanent i specializuar, u përkushtua si familje dhe shoqëria, se ishin nga Kuçova disa moshatarë të tij që u gjendën te koka, dhe ndodhi ajo që ndodhi. Gimi nuk jetoi më. Me gruan e para ishte ndarë shpejt dhe ishte i martuar me Fedrën, motrën e Maksim Pilikës, me cilën ka 2 fëmijë, Irisën dhe Orli. As familja e tij ende nuk e ka gjetur pse e kush e kishte vrarë Agim Shukën. Interesante janë edhe fjalët e Sajmir Kumbaros. Nuk e mora vesh si ngjall, thot ai. U trondita kur e dëgjova. Gimi nuk ishte konflikte, nuk ishte shërgji, të gjithëve u hapte rrugë. Ishte shumë paqësor dhe sot e kësaj dite unë them si nuk i gjetën këta njerëz. Ai jetoi pas atentatit, por ose nuk ka dashur të thot, ose nuk arriti të njoh. Kjo na dëshpëroi vërtet sepse të vrasësh një artist është krim, sepse ke vrarë gjithë personazhet e tij, i ke vrarë edhe të ardhmen. Në 12 ishte një kohë kur populli e shteti u çorodit dhe çoroditja ishte totale. Ne kishim një shtet infantil. Gimi ishte njeri shumë pozitiv. S'mund ta mendoja se do ta vriste njeri. Filloi punë si aktor në teatrin profesionist të Vlorës, duke u bërë një nga artistët më në zë të asaj trupe. E më vonë erdhi në Tiranë. Në Shqipëri asgjë s'është e sigurt, as jeta as prona. Fatkeqësisht. Faleminderit.